Jo një lloj me fregizm tani, a do të jemi sinqert, sepse Sazanin edhe qeveria ime e ka ofruar. Tani unë nuk mund të jem nga që jam. E kemi ofruar se nuk është kaq në vlerësim, paktën në kohën kur ne kemi bërë vlerësimin, ai ka qenë një ishull as pak I lakmueshëm. Ishulli vetëm në Shqipëri. Prisni një minutë. E ofroi Fatosnano para meje. Ka ishullin e vetëm. Prisni pra. E ofroi Fatosnano para meje. E ofrova unë ra kriza. Miku të shquar të kombit shqiptar, Silvio Berlusconi. Jo, e pranoj. E pranoj dhe bëri projektin. Bëri projekt shumë të mirë. Shumë të mirë, por erdhi kriza financiare. Aty janë dokumentat, nuk mund të them që jo. Pra, e ofruam pse nuk është I lehtë për të zhvilluar, të themi atë që është. Nuk është I lehtë për të zhvilluar. Do të thonë tani fondet janë shumë të mëdha, sepse sipas asaj që kam dëgjuar janë 2 miliard euro të fondit sovran arab, mos gaboj. Dhe në qoftë se bëhet, unë nuk kam kundërshtim, e them haptas, por çfarë bëri ky? Në qoftë se marrëveshja ishte që ta afirmoste pas zgjedhjes së presidentit Trump, ky mashtroi. Ky nuk e firmosi para zgjedhjes presidentit. Dhe ky u përpoq gjerë në fund ta përdor atë të paktën një fotografi edhe me lindën. Atë gjurë çfarë I tha sot, çfarë I tha mram edhe e rodhi vet atë, që të paktën një fotografi dhe me lindën të kemi, jam thënë apo jo. Mirë, po ajo nuk ndodhi. Ajo nuk ndodhi.